Deri më tani po tregojnë shifrat që kemi rreth, tash nuk po di sakt 90.000, 100.000 më pak se herën e kaluar në zgjedhje, po sa duket ata që 100.000 në çfarë aspekti 90.000? Pjesëmarrje, më duket. Jo, nuk është ashtu. Jo, është më shumë. 968.000 kanë qenë herën e kaluar. 970.000 mund të jetë, 980.000 me mirë, po deri më tani ishin rreth 900.000, kështu që ndodh që nuk po i di saktë se shifrat se po lëvizin. Pa i llogaritur votat që vijnë nga jashtë. Pa i llogaritur. Kështu që po du me thonë, pa marrë parasysh, është ditë feste. Kushtojmë kushdo që na kemi prit pak a shumë që VV-ja mundet do të del përsëri e para, sipas projekcioneve, sipas disa matjeve që i kanë bërë partit, po pa marrë parasysh kush fiton, do të me punu në të mirën e shtetit. Përsëri nuk e ka mbri atë 51% që e ka pas, me mujt me kriju një qeveri vetë. Unë mendoj që kjo është një sinjal i mirë që të bashkëpunojnë partit mes veti, të ulen edhe të gjejnë mundësin ma të mirë për me kriju spari qeverin, e pas saj të zgjedhen edhe presidentin, duke mos pas nevojna me shku përsëri në zgjedhje. Për arsye se me kriju me zgjedh presidentin do të me i pas 80 vota. Çka as tash nuk i ka lëvizjave vendosje, kështu që kjo po jep që edhe sistemi jonë i zgjedhjes jep, domethënë, këto mundësi që një parti e vetme mos me qeveris me pas komplet pushtetin absolut. Por në përgjithësi ne kemi prit. Fryma ka qenë më, nuk kanë pas kohë dhe me kriju frymë partit shumë, ka qenë koha shumë e shkurt, kanë shku shpejt e shpejt, sa që